Në udhën e suksesit, historia e Arjanit, Arjani ishte një djalë i zakonshëm nga një qytet i vogël. Në moshën 25 vjeçare, ai ndodhej në pikën më të ulët të jetës së tij, i pa punë, i zhgënjur, i dëshpëruar. Ai kishte shumë ëndra, të hapte një biznes të vetin, të mbështeste familjen, të udhëtonte botën, por mendonte se ato ishin të paarritshme. Një pasdite, ndërsa kërkonte libra motivues në bibliotekën publike, syri i zuri një titull të vjetër. E mori pa shumë pritshmëri dhe nisi të lexonte. Aty gjeti fjalë që ndezën diçka në shpirtin e tij, çdo gjë që mendja e njeriut mund ta konceptojë dhe besojë, mund edhe ta arrijë. Në atë çast, diçka ndryshoi. Ai vendosi të mos lejonte më që frika dhe varfëria mendore t'i kontrollonin jetën. Dhe kështu filloi rrugëtimi i tij, ligji i parë, dëshira e pamposhtur. Arjani kuptoi se çdo sukses nis me një dëshirë të zjarr. Jo thjesht një dëshirë e vagull, por një vendim i hekur. Ai shkroi në një copë letër që e mbante gjithmonë me vete: "Unë do të hap biznesin tim të këshillimit brenda 6 muajve. Do të fitoj 10.000 euro në vitin e parë. Do të bëhem i pavarur financiarisht." Ai e lexonte këtë deklaratë çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Dëshira u bë flaka që nuk u shua kurrë. Ligji i dytë, besimi. Në fillim, zëri i dyshimit i aprishte mendimet: kush je ti që të arrish diçka? Nuk ke para, nuk ke miq. Por Arjani kuptoi një nga mësimet më të fuqishme të Napoleon Hill: besimi lind nga përsëritja dhe autosugjestioni. Ai e binte veten çdo ditë se do t'ia dilte, derisa mendja e tij nisi ta pranoi këtë si të vërtetë. Ligji i tretë, autosugjestioni. Në vend që të ushqente frikë, ai krijoi fjalë të fuqishme: unë kam aftësi të jashtëzakonshme. Çdo pengesë është një mundësi. Paratë vijnë tek unë përmes ideve dhe shërbimit që ofroj. Sa herë që frika e kaplonte, ai mbyllte sytë dhe përsëriste këto fjalë, derisa zemra i rrite nga kurajo. Ligji i katërt, njohuria speciale. Ai kuptoi se nuk mund të fitonte thjesht me entuziazëm. Duhej njohuri specifike. Lexoi libra mbi marketing, strategji biznesi, menaxhim financiar. Bëri kurse online. Filloi të konsultohej me njerëz që kishin sukses. Në pak muaj, Arjani u bë një ekspert i vërtet në fushën e tij. Ligji i pestë, imagjinata. Në vend që të mendonte vetëm për problemet, ai e ushqeu imagjinatën. Si do dukej zyra e tij? Si do ndihej kur të merrte klientin e parë? Si do ndihmonte të tjerët? Imagjinata i hapi rrugë ideve. Krijoi një paketë trajnimesh dhe nisi të ofronte shërbime online. Ligji i gjashtë, planifikimi i organizuar. Në vend që të priste momentin perfekt, ai hartoi një plan: 1 regjistrimi ligjor i biznesit, 2 krijimi i një faqe interneti, 3 reklamimi në rrjete sociale, 4 konsultime falas për të fituar besim. Çdo hap ishte i thjeshtë, por i planifikuar. Dhe çdo hap e afronte më shumë drejt qëllimit. Ligji i shtatë, vendosmëria. Kur klientët nuk vinin shpejt, shumë do të ishin dorëzuar. Por Arjani kujtoi fjalët e Hill: vendosmëria është vula e fitimtarëve. Ai vazhdoi ditë pas dite, edhe kur të tjerët i thoshin të hiqte dorë. Ligji i tetë, mastermind. Ai mblodhi rreth vetes 3 persona që i besonte: një mentor biznesi, një mik me aftësi IT dhe një shok që dinte marketing. Së bashku, ata shkëmbenin ide, mbështesnin njëri tjetrin dhe i jepnin forcë. Kjo aleancë e mendjes e ngriti në nivele që si kishte menduar. Ligji i nëntë, energjia seksuale dhe transmutimi. Napoleon Hill fliste për forcën krijuese që lind nga emocionet më të forta njerëzore. Arjani vendosi që këtë energji ta kanalizonte në krijimtari dhe punë të palodhur. Pasionin e tij e ktheu në produktivitet. Ligji i 10, në vetdia. Para gjumit, ai vizualizonte suksesin si të kishte ndodhur tashmë. E ndjente gëzimin e parave që mbërrinin, falënderimin e klientëve, respektin e familjes. Kështu, në vetdia filloi të tërhiqte rrethana dhe mundësi të reja. Ligji i 11, truri si magnet. Me kalimin e kohës, Arjani kuptoi se mendja e tij ishte kthyer në një magnet të vërtet mundësish.
A i takoi njerëz që donin të bashkëpunonin, klientët e parë filluan të vinin dhe të ardhurat nisën të rrjedhin. Ligji i 12, intuita, në momente të vështira, a i nuk pyeste vetëm logjikën. A i dëgjonte zërin e brendshëm. Kur intuita i thoshte të merrte një vendim guximtar, a i vepronte pa hezitim. Pas një vit më pas, Ariani kishte kaluar nga varfëria tek suksesi personal dhe financiar. A i nuk ishte vetëm një djalë nga një qytet i vogël, ishte një shembull që çdo ëndër mund të bëhet realitet, kur bashkon dëshirën e zjarrt, besimin e palëkundur, veprimin e organizuar, vendosmërinë që nuk thyet nga asgjë. Përfundim. Sot, Ariani ka një zyrë modeste, por plot energji pozitive. Në mur, mbi tryezën e punës, ka një tabelë ku ka shkruar një fjali nga Napoleon Hill që ndryshoi jetën e tij: nëse mund ta mendosh, mund ta bësh. Dhe çdo ditë, ai u përcjell këtë mesazh të tjerëve, që ëndrat të mos mbeten vetëm ëndra.